Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Hajri ose e mira është diçka që e duam të gjithë, por jo që të gjithë kemi të njëjtin koncept për të. Për një besimtar, hajri dhe e mira përmblidhet në gjëra që me to synohet arritja e kënaqësisë Allahut te bareke o teala. Prandaj jo rrallë njerëzit dallojnë veprat që cilat i bëjnë pikërisht për shkak të atyre perceptimeve që kanë për to. Ne sot para jush të nderuar teleshikues do të sjellim një koncept të veçantë për të mirën, për hajrin, cilin na ofron njëri prej dietarëve më menam të muslimanëve, Ibn Abdul Barri, Allahu e mëshiroft. Ai ka thënë kësaj: e tërë e mira përmblidhet në 5 gjëra. E para, në devotshmërinë për Allahun, e dyta, në largimin nga të këqijat e njerëzve, e treta, në braktisjen e asaj që nuk të duhet, e katërta, në kërkimin e diturisë vetëm për hir të Allahut, dhe e pesta që të mos e kërkosh diturinë për njerëzit, sepse kjo është ngarkesë e madhe dhe kërkesat e njerëzve janë të shumta. Pra, këto janë ato 5 elementet sipas Ibn Abdul Barrit, cilat e përmbledhin hajrin dhe mirësinë. Përpara se t'i shpjegojmë dhe të shohim se çfarë fshihet në këto 5 këshilla, ne do të donim që për ju të nderuar teleshikues ta bëjmë një përmbledhje biografike të këtij dietarit madh. Ibn Abdul Barri ka lindur në vitin 368 sipas hijretit në Kordobë të Spanjës. Emrin e plot e ka Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr. Baba i tij ka qenë një prej dietarëve, prej juristëve të njohur të kohës. Pra, rrjedh prej një familje që fen e ka tradit dhe që aspektin shkencor e ka tradit familjare. Baba i tij ka jetuar relativisht shkurtër, ka jetuar vetëm 50 vite. Ibn Abdul Barri ka qenë i vlerësuar për dijen dhe personalitetin e tij. Është vlerësuar si hafidh, si dietar, madje si dietari apo hafidhi më i njohur i kohës në cilën ka jetuar. Për të marrë dije, ai i ka rënë rreth e përçark Spanjës, nga lindja deri në perëndim. Imam Dhahabiu e ka përshkruar si njeri të besueshëm, si fetar, si dietar i madh, si i thelluar në dije, si ndjekës i sunetit. Pavarësisht se Ibn Abdul Barri, nëse mund të themi kësaj formalisht, ishte ndjekës i medhhebit Maliki, kishte ndonjëherë disa anime ndaj medhhebit Shafi. Pavarësisht kësaj, ai është vlerësuar nga dietarët si imam mujtehid, pra si dikur që ka arritur atë gradën më të lartë që e ka bërë të denjë që të ketë edhe mendimin e tij personal për çështje siç kanë pasur edhe dietarë të tjerë të mëdhenj. Ebul Walid El-Baji ka thënë: nuk ka pasur dietar më të madh në Spanjë sa i përket hadithit se sa Ibn Abdul Barri. Ai ka qenë hafidhi më i madh i Maghribit. Ibn Abdul Barri është autor i një sër veprash cilat kanë vlera të jashtëzakonshme. Ai është autor i Temhidit, që flet për Muatan e Imam Malikut, pastaj ka një libër Jamiu Bayanil Ilmi wa Fadli,
në cilin flet për çështje të ndryshme dhe një libër që ka vlera të jashtëzakonshme, pastaj librin El-Istiabu li Asma'i Sahabe, pastaj librin El-Bayan an Tilawati al-Quran, pastaj El-Madkhal fil Qiraat, pastaj ka një libër vetëm sa për të ilustruar disa prej tyre, në cilin flet për virtytet e tre imamëve të mëdhenj. Ibn Abdul Barri ka jetuar goxha gjatë, ka jetuar plot 95 vite. Ka lindur në vitin 368, ndërsa ka vdekur në vitin 463. Tani, me lejnë Allah te bareke ve teala, ne do të mundohemi që të shpalosim disa prej atyre kuptimeve të cilat fshihen në këto këshillat e arta të këtij dietarit të madh, i cili në të vërtetë na ofron hajrin dhe mirësinë. Ibn Abdul Barri si komponent, si dimension, si diagonale, si element të parë të hajrit e shet devotshmërinë në raport me Allahun te bareke ve teala. Devotshmëria, siç e dini, nuk kupton që ne ti përmbahemi fesë së Allahut xhallahu ala, duke e kryer atë që Allahu kërkon prej nesh dhe duke u larguar prej gjërave që ai ka kërkuar ne të largohemi prej tyre. Pra duke u larguar prej mëkateve dhe gabimeve. Devotshmëria, siç përmend Ibn Qayyimi, ne kupton që këto veprime të bëhen me iman dhe ihtisab. Pra, unë e kryej një veprim, një urdhresë me besimin se Allah më ka urdhëruar dhe duke shpresuar se Allah më shpërblen për të. Dhe largohem nga një mëkat me besim dhe ihtisab, pra duke besuar se Allah ka ndaluar një gjë të tillë dhe duke pasur frikë në dëshkimin për atë mëkat. Ibn Rejebi, një dietar i njohur dhe i madh, ka thënë se në konceptin e devotshmërisë, e takvas së plot të përgjithshme, hyn kryerja e obligimeve, vajxhibeve, largimi nga ato gjërat që janë të ndaluara, largimi nga gjërat e dyshimta, si dhe krahas kësaj që devotshmëria të jetë më e plot, më shëndritse, hyn edhe braktisja e gjërave që ndoshta mund të jenë të lejuara, por që nuk janë të preferuara për të bërë. Pra, devotshmëria nuk nënkupton thjesht to veprimet statike dhe të ngurta që kjo është halal e bëj, kjo është haram nuk e bëj. Krahas tyre nënkupton që ne edhe ato gjëra që ndoshta mund të jenë të lejuara, por që nuk përkojnë me personalitetin e një besimtari, ja ulim vlerin një besimtari, të shmangim dhe të largojmë edhe këto gjëra. Për këtë arsye, ne gjejmë Kur'anin fammadh dhe hadithet e Muhamedit alayhis salatu wassalam me mësime përplot përkitazim me devotshmërinë. Allahu na ka treguar se devotshmëria është porosia e tij për brezat mbar të njerëzimit. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Edhe ata që kanë qenë para jush dhe edhe juve po ju porosisim që t'ja keni frikën Allahu te bareke ve teala. Pra është një urdhër i Allahu xhallahu ala, është një porosi e Allahu xhallahu ala që ia ka kumtuar mbar njerëzimit që në raport me të jenë korrekt, të jenë të drejtë dhe ta bëjnë atë që ai urdhëron dhe të largohen prej asaj që Allahu i madhruar urdhëron që ne të largohemi prej saj. Allahu na ka treguar po kështu në Kur'an se devotshmëria është prej atyre shkaqeve që ndikojnë në pranimin e një vepre. Inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, vënire Allahu
pranon vetëm prej atyre që janë të devotshëm. Pra, nëse ke devotshmëri, nëse i përmbash kuptimeve të devotshmërisë, atëherë ke bërë diçka që në fakt ndikon në pranimin e veprës sate. Dhe sigurisht se pranimi i një vepre ka një rëndësi të jetë madhe. Devotshmëria është rrugë për çdo hajër, është rrugë për çdo të mirë, është se thuash derë që hapet për të shkuar tek çdo gjë e mirë. Allahu ka thënë në Kur'an, për shembull për dijen, për mësimin, wattaqullah wa yuallimukumullah. Keni frikë Zotin dhe Zoti do t'ju mësoj juve. Pra nëse jo largoheni nga haramet, nga gjunahet, i përmbani fesë Allahut xhallahu ala, do të keni shpërblim nga Allahu, dijen, do t'u hap horizontet e dijes, do t'ju bekoj për urtësi, do të keni përfitime të mëdha nga Allahu xhallahu ala. Po kështu na ka thënë që kurdo që e ka frikë Allahun xhallahu ala dhe i përmbat rrugës së tij, Allahu xhallahu ala atë do t'i bëj zgjidhje atij për çdo problem. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush e ka frikën Allahut, kush i përmbahet fesë Allahut, Allahu do t'i bëj për çdo problem një zgjidhje, një rrugdalje. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dhe Allahu atij do t'i bëj furnizim prej nga nuk e kujton fare. Pra, devotshmëria është rrugë, është mënyrë, janë shkallë për të arritur tek dija, tek çdo vlerë e mirë e mundshme, por janë edhe mënyrë se si ne e fitojmë edhe furnizimin në këtë botë. Madje dietarët e kanë klasifikuar si shkak jo material i fitimit të idarës. Devotshmëria është kriter për përcaktim të vlerave. Njerëzit nuk maten, nuk vlerësohen me fizikun e tyre, as me pasurinë e tyre, as me titujt shkencor që kanë arritur. Vlerësohen vetëm me devotshmëri. Inna akramakum indallahi atqakum. Vërtet në mesin tuaj tek Allahu më i vlerësuari është ai që ka devotshmërinë më të madhe. Kjo për faktin nga se Allahu ka thënë që Allahu është me të devotshmit. Pra ne duke ju përmbajtur devotshmërisë, ne arrim që të fitojmë të mirat shumëta nga Allahu te bareke wa taala. Kjo është e këshilla e parë e Ibn Abdul Barrit, sipas së cilës ne arrim tek hajri. Këshilla e dytë e tij ka të bëjë me shmangjen nga të këqijet e njerëzve. Ka të bëjë me një koncept i cili është i veçantë, është koncept cilin duhet ta kemi në hatër dhe në konsiderat në mënyrë që ne të shpëtojmë nga të ligat e njerëzve. Bëhet thirrje në këtë këshill që ne ta minimizojmë kontaktin veç mas atë të panevojshmin me të tjerët, me njerëzit. Nga se pjesa dërmuese e njerëzve, jo për të përhap pesimizëm ose për të përhapur të keqen mesin njerëzve, por ashtu siç edhe janë përshkruar në Kur'an famadh, nuk janë në rrugën e drejtë, prandaj qëndrimi i tepërt me njerëzit, kontaktet e tepërta me njerëzit mund të bëjnë që të jesh edhe viktim e tyre. Jo rastisht Muhamedi alayhis salam na ka treguar që njeriu ndikohet prej rrethit, prej ambientit, prej shoqërisë. Prandaj edhe ka thënë që njeriu e ka fen e atij të cilin e shoqëron. Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'an, duke përmendur këto që neve stam më parë, se pjesa dërmuese e njerëzve nuk janë në rrugën e drejtë, nuk janë të udhëzuar. Wa ma aktharu an-nas walau harasta bimu'minin. Edhe nëse ti je kurreshtar dhe ke pasion edhe dëshiron, shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Pra pjesa dërmuese ne gjejmë që
nuk janë rrugën e Zotit. Walakin akthar an-nasi la ya'lamun, por shumica e njerëzve nuk e din këtë gjë. Pra, jo të gjithë kanë vetdijen fetare, jo të gjithë kanë pjekurinë fetare, jo të gjithë janë të vëmendshëm kashi gjërave që duhet të jenë të vëmendshëm. Prandaj qëndrimi me këta njerëz mund të ketë edhe pasoja personale. Fa'rid an man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Ti largohu prej atij që ai ja ka kthyer shpinën fesë son dhe nuk dëshiron tjetër vetëm se jetën e kësaj bote. Pra, nëse njerëzit janë këta që janë, pra që nuk e duan fen, nuk i përkushtohen Allahut xhallahu ala, nuk falin namazin, nuk kryen detyrimet fetare, mirë po janë të dhënë vetëm pas dynjas, largohu ti prej tyre. Pra, janë thirrje kuranore që ne të largohemi prej tyre. Dietarët kanë përmendur rëndësinë e këtij aspekti, duke e shkoqitur në disa nivele. Në nivelin shpirtëror, kanë thënë ka rëndësi teje të madhe sepse nuk i ekspozohesh fitneve dhe sprovave. Sot qëndrimi me njerëz, qëndrimi i gjatë me njerëz, qëndrimi në ambiente të ndryshme, të bën që në një farë forme ti ekspozohesh sprovave, fitneve të cilat mund të kenë ndikim teje negativ në jetën tënde. Prandaj, duke u larguar prej ambienteve të këtilla dhe duke u larguar prej njerëzve me bindje të këtilla, ne arrim që ta ruajmë aspektin ton shpirtëror. Në aspektin fizik ose në nivelin fizik kanë thënë që duke u shmangur nga njerëzit e ruan jetën, e ruan shëndetin tënd, pra nuk je viktim. Në aspektin emocional, psiqik, kanë thënë që duke u izoluar nga të tjerët, të arrin që t'ju shpëtosh inatit, mëri, zilis, hasedit të tyre, për shkak se sa më pak që njerëzit të dinë për ty, sa më pak që njerëzit të dinë se kush ti je, aq më i lumtur dhe aq më i mbrojtur do të jesh. Pra, sa më shumë privatësi që të kesh, sa më shumë që t'jesh i mbyllur, të mos jesh ekspozuar para të tjerëve, aq më i lumtur dhe më i mirë do të jesh. Po kështu kanë thënë që në aspektin personal, duke mos u marrë me të tjerët, duke mos qëndruar me të tjerët, duke mos e kaluar kohën e shumë me të tjerët, ti do të gjesh kohë që të merresh me veten tënde. Dhe kush nuk ka nevojë prej nesh ne të merremi me veten tonë. Mirë, po këtu ka një detaj të nderuar vëllezër dhe motra, të cilit ne duhet t'i kushtojmë rëndësinë. Nëse nevoja e kërkon që ne t'jemi të pranishëm në mesin e njerëzve, qoftë për shkaqe udhëzimi, qoftë për shkaqe ligjerimi, predikimi, për shkaqe tjera, atëherë izolimi ose largimi prej tyre nuk është më prej atyre veprave që pëlqejet shumë. Nga se në një farë forme mund të tingëlloj edhe sikur po ikën nga përgjegjësia që ke. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar që el-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Besimtari i cili përzihet me të tjerët, shoqërohet me të tjerët, qëndron me të tjerët dhe i duron prapësitë të ligat e tyre, është me shpërblim më të madh se një tjetri i cili vendos që për të mos ju ekspozuar këtyre prapësive të ligave, të mos shoqërohet fare me ta. Pra, aty ku na thret roli, detyra, ne duhet të shkojmë aty. Po bëjmë një pauzë të shkurtër këto për të rikthyer sërish me lenin Allahu te bareke ve teala, pas pak qëndroni me ne.
U kthyem sërish me lejnë Allah të madhruar për të vazhduar me këshillat e dietarit ton Ibn Abdul Barrit, Allahu e mëshiro. Këshilla e tretë e Ibn Abdul Barrit ka të bëjë me largimin nga gjërat që nuk janë në dobinë tonë. Madje ai edhe në mënyrë tekstuale e ka formuluar se për Islamit të mirë të një njeriu është që mos merret me gjërat që nuk I interesojnë atij. Në fakt, kjo këshill është këshill profetike dhe nuk është e çuditshme që ne ta gjejmë tek Ibn Abdul Barri për faktin se siç tham, ai në kohën e vet ka qenë hadithologu më I njohur I kohës së tij në Spanjë. Prandaj ka qenë I mishëruar me këto mësime profetike të cilat I ka marrë për vete dhe I ka përcjell si këshill edhe tek të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tregues I një fetarie të avancuar, I një islami për plot gjallëri, I një islami të vërtet tek njeriu është braktisja e asaj në të cilën nuk ka dobi. Është një hadith I shkurtër të nderuar teleshikuesit, I cili megjithëtë ka një vlerë të rrallë dhe tek dietarët të jashtëzakonshme. Siç ka përmendur për shembull Ibn Rajab, ky hadith konsiderohet bazë mbi të cilën ndërtohet morali. Pra nuk është thjesht një tekst, nuk është thjesht një citat, nuk është thjesht një hadith, por është një tekst I cili e vë bazën e moralit dhe edukatës të mirë. Nëse dëshiron që të kesh edukat, atëherë qysh në fillim, qysh në start, duhet që të largohesh prej gjërave të cilat nuk janë në dobinë tënde. Ibn Hamza Kenani këtë hadith e konsideronte si një të tretën e fesë. Pra nëse fenë do ta ndalim në 3 pjesë, atëherë 1/3 e fesë është ky hadith. Pra që ne të largohemi prej gjërave të cilat nuk janë në interesin tonë, janë të padobishme. Ibn Hajar Haytamiu ka thënë kësaj: Ebu Davudi për këtë hadith ka thënë se është 1/4 e fesë, ndërsa unë them jo 1/4, por është gjysma e fesë. Pra është një konsiderat, një vlerësim I cili këtë hadith, këtë këshill në fakt Ibn Abdul Barrit na e përcjell, na ofron në këtë formë kaq të madhe dhe vlerësuese për të. Dietarët musliman kanë përmendur se çfarë ne kupton me braktisjen e gjërave të padobishme. Cilat janë ato gjëra? Kanë thënë kësaj: braktisja e gjërave të panevojshme nën kupton që të braktisësh ato gjërat që nuk të duhen asgjë, as për fenë tënde, por as për dynjan tënde. Pra janë luksi, janë gjërat e tepërta, janë gjërat që janë më shumë kuriozitete se sa që na duhen në jetën e vërtetë. Po që kanë thënë që me braktisjen e gjërave të panevojshme përfshihet çdo gjë në jetën tonë. Përfshihen fjalët, përfshihen veprat, përfshihet ecja për në vendet që nuk ka nevojë të shkosh atje, përfshihet mendimi, përfshihet çdo veprim dhe lëvizje shpirtërore ose fizike. Pra, me fjalë të tjera, çdo gjë në jetën tonë, e cila mund të jetë e tepërt, mund të jetë, edhe nëse në esencë mund të mos jetë haram, mund të mos jetë gjuna. Mirë, po që është e panevojshme, ne e braktisim atë. Për ta kuptuar këtë më mirë, do të referohemi një porosie, një urtësie të Omer ibn Abdulazizit, I cili na orienton në mënyrën se si ne duhet I trajtojmë gjërat në mënyrë që pastaj këtë koncept ta kemi të zbatueshëm dhe të aplikueshëm në jetën tonë. Ka thënë, kush I llogarit fjalët për vepra, ai nuk do të flet për gjërat që nuk ka interes për tyre. Pra,
nëse ke bindjen se fjalët cilën e thua, është vepër që tek Allahu ti ke me dhënë llogari për të, shpërblesh ose ndëshkohesh, atëherë ti do të bësh një selektim të fjalëve, do të bësh një përzgjedhje të fjalëve. Jo çdo fjalë do ta thuash për të tjerëve. Jo çdo fjalë, madje edhe nëse nuk është e keqe, nga se nuk ke dëshirë që të dalesh para Allahut te bareke ve teala, duke pasur këtë barë, duke pasur këto gjëra të panevojshme. Ka një porosi nga të parët, nga sahabët, që kushdo që ka mundësi prej jush të lehtësoj barën mbi shpinën e tij të bëj. Pra, sa më pak gjuna, sa më pak mëkate, jemi më mirë me Allahun te bareke ve teala. Se kjo ka rëndësi teje të madhe, flet edhe një fakt tjetër që ne mësojmë nga dietari i madh Hasan Basriu, i cili ka thënë, shenjë tregues se Allahu i madhruar është duke shpërfillur një rob, është kur ky i fundit merret me gjërat panevojshme. Nëse Allahu e do robin, e do për shkak se ai bën vepra të mira. Prandaj kurdo që një njeri bën vepra të mira, kjo është dëshmi se Allahu e do atë, ngëse ai po bën vepra që Allahu i do, që Allahu ka urdhëruar. Dhe kurdo që e shet dikë tjetër, që merret me mëkate, që merret me gjunahe, madje që merret edhe me këto gjëra të panevojshme, atëherë kjo tregon se ky njeri nuk e ka dashurinë e Zotit. Nga se më thuaj se çfarë bën, të them se kush je. Ke bërë gjunahe, ke bërë mëkate, e pastaj e pretendon dashurinë e Allahut, kjo është marrëzie llojit të vet. Prandaj Hasan Basriu ka thënë se shenjë se Zoti nuk është me robin, është kur ky i fundit merret me gjërat pa rëndësishme. Marrja me gjëra të rëndësishme, marrja me gjëra që janë në interes tonë, është prej mënyrave se si njeriu arrin që të ngritet dhe të lartësohet. E kam pyetur Lukman Hakimin ose Lukmanin e Urt, për të cilin madje ka një kaptin në Kur'an, se si ke arritur që ngjitesh në këto maja të larta, e bën një njeri me kaq nam. Ka thënë e para, e kam thënë të vërtetën, kam folur vetëm ajo që ka qenë e vërtetë. E dyta, se cilin amanet që më është lënë, e kam quar në vend. Dhe e treta, nuk jam marrë me punë të parëndësishme. Pra me gjëra që nuk përkojnë me mua, me gjëra që nuk kam pasur një interes fetar ose material për të rregulluar jetën e kësaj bote, unë nuk jam marrë me to. Prandaj nëse ne duam që të arrijmë vlerat e vërteta, nëse ne duam që të kemi një personalitet të fuqishëm, atëherë duhet që këtë hadith ta shndrojmë në bazë, këtë këshill që na ka dhënë dietari Ibn Abdul Barri, ta shndrojmë në bazë të ndërtimit të moralit të mirë, ashtu edhe siç përmendëm më parë. Këshilla e katërt e Ibn Abdul Barrit është këshilla për kërkimin e dijes vërtet dhe të mirëfillt. Ai ka thënë që kushdo që e kërkon dijen për hir të Allahut, dija e pakt do t'i bëj dobi. Ndërsa kush e kërkon për hir të njerëzve, atë njerëzit kanë nevoja të shumta. Pra, në këtë këshill Ibn Abdul Barri na porosit që dija të mos jetë teori tek ne. Dija të mos jetë thjesht përvetësim i informacionit, mbushje me informata, mirë po dija të jetë diç me të cilën ne e adhurojmë Allahun te bareke ve teala. Nga se edhe në Kur'an Allahu na ka treguar që dija e mirëfillt, dija e vërtet, është ajo që na bën ta njohim dhe të bindemi Allahut te bareke ve teala. Inma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allahut nga robërit e tij vetëm dietarët e mirëfillt ja kanë frikën. Pra, nëse dijen që ne e marrim, e përkthejmë në vepra, e adhurojmë Allahun me të,
Allahu na thotë që ne të falemi. Allahu na thotë që ne të agjerojmë. Allahu na thotë që ne të kryejmë haxhin. Allahu na thotë që ne të ndihmojmë të tjerët, i ndihmojmë. Pra kemi marrë dije që ndoshta në kuptimin sasior nuk janë të shumta, por që janë përkthyer në jetën tonë, atëherë ne kemi marrë dijen e vërtet, dijen e cila na bën dobi tek Allahu te bareke ve teala. Siç e dini, jo çdo dije, jo çdo informacion është i dobishëm. Dhe jo rastisht Muhamedi alayhis salam është lutur që Allahu të na begatoj me dituri të dobishme. Pra jo çdo dituri është e dobishme. Në Kur'anin famad, Allahu na ka treguar se njohja e tij varet nga dija dhe se ne duhet ta kërkojmë dijen. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dije se Zoti është i vetmi që meriton adhurimin. Pra ne duhet ta kërkojmë dijen. Na ka urdhëruar që të pyesim dietarët, fesalu ahla dhikri, pyetni dietarët nëse jo nuk dini për një çështje të caktuar. Po kështu Muhamedi alayhis salam na ka treguar se prej shenjave se Allahu e do robin është kur ai merret me dijen e dobishme, ka thënë men yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, atij që Allahu ja do hajrin, ja mundson kuptimin e fesë. Pra, marrim informacione, marrim dije të cilat na duhen në jetë, me të cilat e ndërtojmë jetën tonë, cilat nuk janë për ta kaluar kohën, nuk janë për të relaksuar, nuk janë për kuriozitete, por janë dije të mirëfillta me të cilat ne e adhurojmë Allahun te bareke ve teala. Ndryshe, nëse ne do të donim që të marrim dijen për njerëzit, atëherë siç ka thënë Ibn Abdul Barri, njerëzit janë të shumë dhe po kështu janë edhe kërkesat e tyre, që nuk kupton se nuk do t'ja dalësh kurrë që ti të marrësh aq njohuri sa që ti përgjigjesh çdo njeriu. Thjesht ne si besimtar dijen në plan të parë e kemi për ta adhuruar Allahun te bareke ve teala. E kemi për veten tonë, e marrim për veten tonë, prandaj jo rrallë gjejmë tek brezi i parë, veçmas tek sahabët dhe tabeinët, gjejmë që një farë forme përkushtimi i tyre ka qenë për dijen vetëm në planin e parë, pra në veten e parë, e kanë marrë dijen për veten e tyre, prandaj nuk kanë dashur që asgjë nga dija t'ju atribuohet atyre. Edhe tek Imam Shafiu, edhe tek tjerët përmendet që do doja që prej kësaj dije asgjë të mos më përshkruhet mua. Pra kanë marrë dije për hir të Allahut xhallahu ala, prandaj edhe janë ngritur në pozitat të cilat i kanë pasur. Të nderuar teleshikues, këto këshillat Ibn Abdul Barrit janë të rëndësishme, nga se ato na mundsojnë që ne të rregullojmë raportet në të gjitha nivelet e mundshme. Në raport me Allahun e madhruar, ato na udhëzuan që ne të ndjekim vijen e devotshmërisë. Dhe kushdo që e ndjek këtë vijë, ai do të udhëzohet dhe do të begatohet me të mirat të pafundme, në mesin e të cilave dija dhe aspekti material. Po kështu, në raport me të tjerët, ne u udhëzuam që sa më shumë që të kemi mundësi të largohemi nga ambiente, nga rrethen e të cilat nuk promovohen vlera. Po kështu, në raport me ndërtimin e personalitetit tonë, ndërtimin e vetës sonë, Ibn Abdul Barri na porosit që të largohemi prej gjërave të cilat janë të padobishme, janë të parëndësishme, të cilat nuk kanë ndonjë vlerë me të cilën ne mund ta ndërtojmë jetën tonë. E veçmas të largohemi prej gjërave që nuk përkthehen në adhurim për Allahun te bareke ve teala. Ibn Abdul Barri na porosit, na këshillon, na mëson që
dijen ta mësojmë vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala dhe me atë dije ne ta adhurojmë Allahun xhelle u alem. Pra me pak fjalë kjo është ajo e mira që në bazë të këtyre elementeve, në bazë të këtyre përbërzve arrin që të merr trajt dhe të jetësohet. Allahun e madhruar e lutem që Allahut na beqatojë me devotshmëri. Allahut na bëj prej atyre që janë të ruajtur nga çdo gabim dhe nga çdo mëkat. Allah në lutem që të na bekoj për gjërat më të mira që janë të dobishme për fenë dhe dynjan tonë, dhe Allah në lutem që të na ruaj neve dhe juve dhe deri në takimin tonë të radhës qofshim në sigurinë e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.